Vazhdojmë me zhvillimet në Shqipëri, ku prej më shumë se 20 vjetësh po vazhdon dëmtimi në masë i sipërfaqeve pyjore si nga prerjet e paligjshme dhe nga zjarret shpesh të vëna qëllimisht nga banorët. Në përpjekje për të frenuar degradimin e mëtejshëm të pyjeve, në 9 rajonet të Shqipërisë janë përzgjedhur 24 komuna ku ka nisur zbatimi i projektit Pyjet për zhvillimin ekonomik lokal. Projekti zbatohet nga organizata Bashkojmë vlerat e natyrës me njerëzit dhe financohet nga qeveria suedeze. Njofton korrespondenti Pullum Sulo. Në përpjekje për të mbrojtur sipërfaqet pyjore të dëmtuara rënd prej më shumë se 20 vitesh nga prerjet e jashtëligjshme dhe zjarret e qëllimshme, organizata Bashkojmë vlerat e natyrës me njerëzit, CNVP, ka nisur zbatimin e një projekti 4 vjeçar, Pyjet për zhvillimin ekonomik lokal, program ky që zbatohet në 24 komuna të 9 qarqeve të Shqipërisë, përfshirë edhe qarkun e Shkodrës, ku gjenden sipërfaqe të mëdha me pyje. Përfaqësuesi i organizatës, Mark Rupa, thotë se programi synon një menaxhim më të mirë të pyjeve komunal. Komunat realisht kanë marrë pyje në pronësi vitet e fundit, por ata nuk kanë kapacitetin e nevojshëm për menaxhimin e këtyre resurseve. Ne po nxisim përmes këtyre projekteve që po zbatojmë, po nxisim që administrata e pyjeve në këto komuna të forcohet. Njëkohësisht edhe disa komuna nuk kanë as specialist pyjesh, edhe ne nxisim që të marrin specialist pyjesh. Njëkohësisht problematikë tjetër është edhe mos organizimi i fermerëve, i përdoruesve tradicional të pyjeve për menaxhimin dhe mbrojtjen e këtyre resurseve që ata kanë. Edhe ne pikërisht të vëmë theksin të kjo pjesë. Pra, organizimi të gjithë kapaciteteve për një menaxhim të qëndrueshëm të pyjeve. Megjithse vitet e fundit një sipërfaqe e madhe pyjore ka kaluar në administrimin e komunave, dëmtimet përsëri vazhdojnë dhe në më të shumtën e rasteve njësitë vendore nuk kanë arritur të përgatisin strukturat e nevojshme për mbrojtjen dhe administrimin e kësaj pasurie pyjore. Për të thirrë të vërtetës është pagëllimshme, por ka dëmtime në pyje. Pra, zakonisht në shumë raste ka dhe me shfrytëzim, me leje, pra me shfrytëzim të pyjeve, por ka dhe prerje të paligjshme dhe të pakritershme deri në këtë. Ndoshta dhe një nga problemet kryesore që do jetë edhe bashkëndimi i strukturave për të menaxhuar sa më mirë këto pyje, ndoshta edhe nga njësitë vendore të jenë sa më të përgjegjshëm dhe sa më të efektshëm në menaxhimin e tyre dhe administrimin e pyjeve. Për drejtuesit e Federatës së Pyjeve për qarkun e Shkodrës, menaxhimi i pyjeve komunal përballet aktualisht me një numër problemesh, ndaj sipas tyre zbatimi i projektit Pyjet për zhvillimin ekonomik lokal synon pikërisht fuqizimin e kapaciteteve vendore. Por shqetësimet janë rritja e kapaciteteve të fshatave, përfshirja e fermerëve, kalimi pyjet tek fermeri ose tek pyetje familjes dhe rritja e pjesëmarrjes gravet në menaxhim edhe ndërtim. De facto ato bojnë, por përfshirja e gravet është një komponent që ky projekt e ka të rëndësishëm. Sipas ekspertëve, pyjet në qarkun e Shkodrës llogariten në më shumë se 15 milion metër kub, çka do të thotë se sipërfaqet pyjore janë një burim i jashtëzakonshëm për zhvillimin e ekonomisë së njësive vendore. Ndërkohë, kryetari i qarkut të Shkodrës, Magjit Cungu, thotë se kjo pasuri mund të menaxhohet më mirë në dobi të komuniteteve lokale kur të përfundojë procesi i nisur për regjistrimin e tyre. Fakt duke pas parasysh këtë pasuri të madhe që ka qarku Shkodër, siç e thash më parë, është 4 fishi i sipërfaqes tokës are. Pra është një aset shumë i rëndësishëm dhe i konsiderueshëm. Ka bërë koordinimin edhe gjatë reformës për kalimin e pyjeve dhe kullotave në pronësi të komunave dhe bashkive. Reformë që është bërë vite përpara, por që vazhdon si proces edhe me regjistrimin e këtyre sipërfaqeve edhe në zyrat e regjistrimit pasurisë. Zona veriore e Shqipërisë ka rezerva të mëdha pyjore, të cilat prej gati qerek shekulli vazhdojnë të shfrytëzohen jashtë çdo kriteri, duke dëmtuar rënd këtë pasuri kombëtare dhe duke pasuruar vetëm një grup të vogël njerëzish që vazhdojnë të shfrytëzojnë në rrugët e jashtëligjshme sipërfaqet pyjore. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.